Shikues të nderuar televizion shqiptar të Amerikës, ju përshëndes, jemi në emisionin Diaspora Shqiptare dhe Vendlindja. Sot do të flasim për komunën e Tuzit, do sillim disa informacione dhe për të folur për këtë temë, unë kam ftuar profesor doktor Anton Laçaj, njihet në komunitet, është një person I cili është I lidhur jashtëzakonisht me diasporën, me aktivitetet e tyre, edhe pse akademik ai merr pjesë në çdo aktivitet çdo niveli qoftë tut, por kur është me interes për komunitetin, është njohës I mirë I politikës shqiptare, jo vetëm trevat ku jetojnë shqiptarët, por edhe në vendet pranë emigracion. Dhe mendoj se do të sjellim një informacion me interes, po pse jo të jetë edhe një temë e hapur dhe për të ftuar të tjerë. Doktor, mirë se ke ardhur. Mirë se u kam gjetur, faleminderit për ftesën. Faleminderit, ju gjithmonë keni qenë I gatshëm për të bashkëpunuar me mediat dhe unë ju falenderoj. Edhe kjo është një vlerë e shtuar edhe për juve, por edhe një përfitim për komunitetin shqiptar. Kënaqësia ime është. Qysh nga viti 2018 komuna e Tuzit administrohet nga shqiptarët. A është shfrytzuar ky moment historik në favor të shqiptarëve në lartësinë e dur, apo mundet që të shkojmë edhe në disa fenomene të cilat I kaloi Kosova mbas vitit 2008 kur fitoi pavarësinë? Në radhë të parë duhet njëherë të ju përshëndes dhe të falenderoj shumë për ftesën, pyetja dhe tematika që keni zgjedhur për të diskutuar sot, mendoj se është shumë e qelluar. Është shumë pyetje e rëndësishme dhe vërtet është ndoshta edhe nevojë për të diskutuar për këtë çështje. E dim se që nga koha kur Kosova në vitin 2008 shpalli pavarësinë, ka qenë dita ma e gëzuar për të gjithë ne shqiptarë dhe për të gjithë dashamirësit e kombi shqiptar, aleatët e cilët edhe kanë bashkëluftuar për të arritur deri në atë ditë, por normalisht se ne si shqiptar, kur arrim një qëllim dhe gjejmë domethënë kemi një pikë të caktuar, aty është diçka që ndoshta neve stagnojmë sepse harrojmë të kalorëm shpejt dhe mendojmë se çdo kush e ka detyrim të na ndihmojnë dhe të jenë me ne në rrugën për të zhvilluar, për të krijuar, për të formuar shtet. Mendoj që edhe vetë Kosova, domethënë ndoshta nuk e ka haxhuar ose shpenzuar energjinë e duhur mas vitit 2008 për të vepruar në formulimin dhe në formimin e shtetit dhe për të arritur qëllimit dhe për të arritur mirëqenien e popullatës që jeton aty dhe normalisht për të çuar amanetin e të parëve dhe atyre që kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Megjithatë, do të them se janë në rrugë të drejtë dhe të mbarë dhe shpresoj besoj se çdo ditë dhe çdo vit më shumë do të jem më të angazhuar si shqiptar në këtë pikë dhe si rrjedhoj nuk duhet harrojmë të kaluarën, sepse nëse harrohet e kaluara, historia dhe përsëritet. Do të lidhem këtu për të përgjigjur pyetjes tuaj, shumë e vërtetë se në mars të vitit 2018 komuna e Malësisë, gjithsesi komuna e Tuzit, u bë komunë e pavarur gjithsesi me vete, si të gjitha komunat tjera në Maltezi, mbas një përpjekje jashtëzakonisht të gjatë, pra çështja e kthimit të komunës së pavarur nuk ka qenë as një vit as dy, ka qenë me dekada, gjenerat mbas gjeneratet, sepse komuna dihet se ka humbur statusin në vitin 1957. Shumë e vërtet se në vitin 2018 ishte një angazhim jashtëzakonisht I madh edhe I vendasve, por edhe I diasporës, gjithsesi shqiptarëve jashtë Malësisë, që jetonin në vendet ndryshme si në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si në Evropë, të cilët u aktivizuan për të ndihmuar, domethënë realizimin e këtij projekti, pra realizimin e një komune të pavarur. Ka qenë me të vërtetë një gëzim shumë I madh për të gjithë ne, ka qenë një gëzim shumë I madh për të gjithë shqiptarët, gjithsesi qytetarët që jetojnë në atë komunë. Por nëse mund të them, domethënë mund ta them që siç e thash, ishte me lidhje me çështjen e situatës e Kosovës, ne shqiptarët vërtet gëzohemi nga një arritje, por në atë arritje mbetemi ndoshta jemi shumë të liruar nga ai
presioni sikur tani nuk na duhet të punojmë aq shumë. Është një thënie shumë e qartë për të sqaruar më lehtë këtë çështje, themi ne në malësi, për të mbjell fiq dhe për të zënë miq, është shumë e lehtë, por është vështirë për t'i mbajtur ata. Pra, u arrit çështja e realizimit komunës bas asaj pune dhe energjie jashtëzakonisht madhe, por çka duhet, domethënë, dhe çka është qëllimi, është që ajo komunë, domethënë, të tregojnë vetveten se ka qenë e qëllimshme dhe ka qenë e dobishme kthimi i komunës së pavarur dhe kthimi i pushtetit të partive shqiptare në komunën e Tuzit. Normalisht se në çdo punë ekziston e mira, shumë mirë dhe shkëlqyeshëm dhe akoma më mirë, dhe besoj se nuk mund të them se nuk kanë bë aq sa kanë mujt. E di se ka qenë komuna në situatë shumë të keqe, edhe ekonomike, sepse dihet pushtetet e më përpashme, edhe qendrore, edhe lokale, faktikisht komuna e Tuzit e Malësisë vetëm kanë marrë interesat e tyre dhe investimet kanë qenë jashtëzakonisht të vogla. Janë përpjek aq më shumë, pak a shumë janë përpjek të punojnë, ta kthejnë, domethënë, investimet në infrastrukturë, në rruga, dhe të pak a shumë të ndikojnë në përmirësimin e ekonomisë të aty në njerëzve që jetojnë atje, por akoma lënë për dëshiruar që mendoj dhe besoj se ka edhe mënyra dhe variante tjera të cilat mund të ndihmojnë dhe mund të ecin akoma dhe më shumë. Faleminderit për analizën, por do t'i kthejmë përsëri pak çështjes të Kosovës. Nga viti 2008 deri 2016 nuk u mor askush, as politikanës, diplomacia me njohjen e Kosovës si shtet. Pra, punuan deri 2008-ën, patën edhe probleme të tjera të cilat ishin gati si në gjumë, e kjo i përket periudhës Obamës, me të cilin shqiptarët nuk patën shumë kontakte. Është shumë interesante kjo periudhë e Obamës, nuk pati shumë çështje të cilat me shqiptarët neve t'i kujtojmë. Si e krahasohet kjo me komunën e Tuzit? Pra, nuk kemi qef të këtë ngjashmëri, po a ka mundësi që të tërheqim vëmendjen ose një diçka pra të zgjojnë nëse kanë probleme? Është shumë e vërtetë ajo që thoti. Pra, edhe ajo qetësi që u bën nga 2008-2016 në Kosovë, mund mendoj se faji është tek ne shqiptarët. Arsyeja sepse është faji tek ne shqiptarët është sepse duhet i kthejmë asaj që thash më parë, mas që ne arrisim tek një pikë, ne mendojmë se aty duhet të ndalohë. Përkundrazi, kur arrisim deri në një pikë, aty neve duhet të fokusohemi dhe të shtojmë akoma më shumë energjinë për të arritur edhe më tejna. Dhe ndoshta edhe kjo çështje, ne jemi shqiptarë dhe kemi mentalitet njëjtë kudo që jetojmë pak a shumë, por gjithmonë duhet, domethënë, mbas një suksesit, domethënë duhet akoma më shumë të angazhohesh për të realizuar projektet, sepse edhe pavarësia e Kosovës, edhe pavarësia e një komune ose çado që tjetër në pyetje, kur realizohet pavarësia, aty domethënë fillojnë punët më të mëdha që duhet të kesh. Aty janë përgjegjësitë jashtëzakonisht më të mëdha të çdo pushtetari që është, domethënë, që nga kryetari i komunës, nga gjitha sekretariatet që veprojnë dhe çdo punëtor i cili është përfaqësues i popullit, gjithsesi është zyrtar që në emër të komunës apo në emër të shtetit vepron, duhet të kenë, domethënë, të marrin një përgjegjësi shumë të madhe, çka nuk ndodh jo gjithherë, nuk ndodh kjo sepse fatkeqësisht ka shumë njerëz të cilët pretendojnë gjithsesi shkojnë deri në atë pikë për të realizuar më tepër qëllimet e tyre personale ose për të ngritur në karrierë, se sa për të marrë me shqetësimet të cilët qytetarët e një shteti apo një komune i kanë të nevojshme. Dhe si e tillë, ky fenomen përsëritet faktikisht. Ky fenomen përsëritet, është përsëritur në Kosovë, është përsëritur në Malësi, është përsëritur edhe në Shqipëri. Për shembull, medaljen e Shqipërisë nga komunizmi, neve menduam për shembull se do ham, si e them ne, me lugarit, po faktikisht aty ka filluar puna më e madhe
që njerëzit duhet ta kuptojnë se pa punë nuk mund të arrihet asgjë. Dhe normalisht ato aktivitetet të tilla e kanë jetën e shkurtër dhe rezultatet shihen shumë shpejt. Ne mund të jemi shumë formal në letër dhe mund të paraqesim gjërat se duken bukur, por në realitet është krejt diçka tjetër. Po ashtu do të thirrëm në atë fjalën e urtë që thot nga thena në të bërë është në mes një lumiter, ashtu diçka. Pra, sa mire kujtove atë çështjen e shqiptarëve, sepse dihet që Shqipëria është mema e shqiptarëve dhe edhe si shembull do të jenë pozitiv, do të jenë shumë të përparuar, të avancuar, por në 90-ën edhe në vazhdim deri sot merren duke prishur, nuk merren duke ndërtuar. Pikërisht për kjo është, pra kjo duket. Jo, luftojnë komunizmin, prishin apartamentin, prishin fabrikën, prishin gjitha gjërat. Kjo lidhet me mund të them kemi neve si mentalitet. Ne shqiptarë është pak e veçantë që ne vërtet veçohemi. Për shembull, nëse diçka është e mirë, nëse s'ka ardhur nga ai person që shumica ndoshta dëshiron ta ketë, nuk vlen. Pra, duhet të mësojmë këtë, ajo që është e mirë, ajo që është pavlefshme, ajo është e pavlefshme, edhe duhet ta shohim sa, po përkundërzi, edhe sot e kësaj dite domethënë ato ndjeken pothuajse në gjitha troj shqiptare, edhe tek shqiptarët në Ilirit, pra në Maqedoninë e Veriut, kështu me radhë. Por megjithatë, unë mendoj se nuk duhet t'i humbim shpresat, sepse gjithmonë ka pas dhe ka njerëz të cilët duhen të punojnë, dhe unë e baj një dallim këtu në mes politikanëve. Shpeshherë kam qenë shumë i ftuar dhe më kanë ofruar, domethënë, të merrem me politikë akoma më thellë dhe me pozita domethënë shumë të rëndësishme kur isha atje në Malsi. Por një arsye që më ka ndalë të jem, domethënë jashtë asaj, është sepse këtu ekzistojnë domethënë dy lloj përfaqësuesish. Është një përfaqësues që sakrifikon çdo gjë, sakrifikon edhe vetveten, sakrifikon edhe familjen, sakrifikon çdo gjë për qytetin e vet, për qytetarët e vet, për shtetin e vet, për çdo gjë, kurse është një tjetër që faktikisht politikën e shef vetëm për vetveten, për familjen, për njerëzin, për rrethin familjar dhe për të arritur, domethënë, për të arritur në karrierë vetëm personalisht. Edhe meqense për të realizuar këtë parën, ndoshta rrethanat nuk kanë qenë aq të mira, sepse në një farë mënyrë quhesh edhe budalla, për shembull, pse po bën më shumë për këtë pajë ose në këtë pikë se sa për. Pra, janë disa gjëra që unë mendoj që shumë njerëz të cilët përfaqësojnë popullin shqiptar, qoftë në gjitha trojet shqiptare, nuk mund të them se të gjithë janë të dej për atë punë. Pra, jo çdo pozitë politike, ose jo çdo pozitë, qoftë deputeti, apo kryetari komune, apo këshilltari i komunet, apo bashkitë kështu me radhë, e ka me sinqeritet punën dhe pozicionin që bën. Pra, e ka për ndonjë interes caktuar që ai mund ta shohin në të ardhmen një sukses për vetveten, më është tepër se sa për ata çka është në pozitë. Doktor Lajçaj, cili është bilanci real i përfitimit të popullatës dhe i çështjes shqiptare gjatë tyre viteve që është përfituar nga komuna e Tuzit e administruar nga shqiptarët? Këtu do të ndalim pak më shumë në këtë pikë. Kjo është shumë pyetje shumë e rëndësishme dhe unë do ta bëj një analizë pak a shumë aq sa mund mbaj mend. Duhet di se domethënë bilanci vërtet është pozitiv. Duhet të pajtohemi, edhe pse ndoshta mund të kemi pak kënaqësi, është shumë pozitiv, sepse në kohën kur komuna u bë e pavarur, buxheti i komunës ka qenë pak më shumë se dikon mes 1.500.000 deri afër 2 milion euro, kurse sot, thot në dhjetor kur u bë realizimi i buxhetit, komuna e Tuzit kishte buxhetin, mos gabohem, 12.895.072 euro, pra që do të thotë është shumë fishua, dhe kjo si rrëlloj e kësaj, çdo vit i kam përcjell domethënë me punën dhe veprimtarinë e tyre, ata kanë treguar vërtet domethënë një ndryshim shumë të madh, nuk mund të themi se është ekselent, por është
shumë i madh krahasuar me ata çfarë ka qenë dhe nga ata që paraardhësit e tyre kanë punuar kur ishin në pushtet. Për shembull, kanë investuar shumë në infrastrukturën rrugore, kanë investuar shumë në riparimin dhe rindërtimin e institucioneve arsimore, që është vërtet për çdo levdat, kanë riparuar dhe rindërtuar në rrjetin e ujësillësit, pothuajse në 90% të zonës së komunës Malësisë sot për sot, ekziston rrjeti i ujësillësit që nuk ka ekzistuar më përpara në gjithkund. Po ashtu kanë punuar shumë në zhvillimin kulturor, kanë ndërtuar po ashtu kanë formuar sekretariate për turizëm, kanë formuar sekretariate për diasporën, kanë formuar sekretariate për kulturën, kanë formuar sekretariate të cilat kanë bajnë me ruajtjen e gjuhës e kështu me radhë, dhe po ashtu mendoj që përveç asaj kanë filluar të tërheqin edhe investitor të cilët duhet, kanë dëshirë të investojnë në Malësi. Pra, si komunë për momentin është ba me një nivel më të lartë dhe më e pëlqyeshme se shumë komuna tjera në Malë të Zi. Normalisht janë komunat që janë kryesore më të fuqishme në potencial ekonomik, si që është Podgorica, Budva, Tivari e kështu me radhë, por duke krahasuar me këto komunat e reja, unë mendoj se ka bërë një progres jashtëzakonisht të mirë dhe akoma vazhdojnë. Më falë, doktor, po të ndërpres, meqenëse ju po flisni për projektet, a ka komuna e Tuzët një strategji për projekte afatgjate në fushat e bujqësisë, në fushat e industrisë, të arsimit, kulturës? Kur them afatgjate, mendoj 10 vjetë më shumë. Po, Komuna e Tuzit ka, projekte afatgjate, edhe për arsimin, edhe për ekonomin. Unë kam njohuri se, jam i njohur me disa informacione, se janë duke u bërë projekte nga kompanitë ndryshme të cilat kanë dëshirë për të investuar dhe janë në procese si për duke kaluar ato procedurat e projektimit edhe në përputhje me ligjin që i parashef edhe komuna po edhe shteti. Po ashtu ka projekte në aspektin kulturor dhe sportiv. Për shembull, këtë vit kam pase kanë planifikuar ndërtimin e disa qendrave, 2 faktikisht qendrave sportive që do të jetë multifunksionale, që e kalon mbi 10 milion euro, që njëna do bëhet në një zonë të Malësisë që quhet Sukruq, kurse tjetra pak më e vogël në pjesën tjetër të Dinoshës. Po ashtu ka projekte tjera në lidhjen e qytetit të Tuzit me qytetin e Podgoricës, me një rrugë më të modernizuar, e cila është projekt pak më i gjatë, disa vjeçar. Arsyeja sepse këto ndodhen, ose behen, shumë vjeçar është sepse komuna dihet është pak më e vogël dhe nuk ka aq kapacitet. Normalisht se këtë buxhet që ka sot, komuna normalisht se nuk mund të vijel vetëm nga taksa paguesit ose të ardhurat vetanake që ata i quajnë. Por këta faktikisht është një fond që quhet Fondi i Barazisë, që lëshohet nga qeveria malazeze, është nga pushteti qendror që shpërndahet për të gjitha komunat e Malëzi. Është shumë interesante se edhe kjo ka një përqindje, është normal nuk e dija është apo jo, por e di se Tuzi merr më pak se sa Podgorica, sepse faktikisht kjo është një taks që mlidhet edhe nga gjitha komunat, dhe derdhet në shtet, pastaj shteti ju kthen mrapa në varet nga ka një kriter të cilët e bajnë ndamjen e tyne, dhe këto ju ndihmojnë të bajnë projekte kapitale, si që janë për shembull tash rrugat, si që janë ndërtimet e objekteve të sportit dhe të kulturës, si që thash, shkollat në Malësi, gjithsesi në komunën e Tuzit, janë pothuajse të gjitha të riparuara në gjendje të mirë, flas kur është fjala për gjimnazin. Gjimnazi fatmirësisht u bë rekonstruksioni
100% dhe është në kushte shumë të mirë. Mamutovic është ai apo? Është po villa dejta atje, kurse shkolla 8 vjeçare nuk ka qenë edhe që e vjetër, kjo ka emrin Mahmut Lekić, kurse është tjetra është bërë kopshti, po ashtu ndër kopshtet më të bukura mund të them edhe në Malzi, por gjitha këto janë edhe fruti angazhimit këtyre, pavarësisht se janë edhe pjesë edhe ministrisë, vjelin domethënë edhe nga Ministri i Arsimit, por normalisht me angazhimin dhe ngarkesën gjithsesi një pjesë buxhetit e ndajnë edhe për këto aktivitete. Nuk duhet harroj edhe sportin, komuna po ashtu ka ngritur në nivel shumë të lartë edhe veprimtarinë e klubit futbollistik Deqiqi, sepse para se erdhi në vitin 2018, domethënë ka qenë vërtet në kushte jashtëzakonisht të dobta. Fatmirësisht sot ka sportistë mirë, ka edhe sportistë nga Malësia të cilët kanë sukses aty dhe gjitha këto së bashku domethënë janë si frut i bashkëpunimit të mirë, i aktiviteteve që komuna i ka bërë. Meqense ju jeni nga Hoti, akoma vazhdon që ajo shkolla e Hotit të ketë atë emrin si Golda Nastradini në mur? Po kjo është shumë e vërtetë, është shkolla, unë jam nga Hoti dhe këto është një problem që unë në kam ngrit jo sot, unë kam punuar një dekadë në gjimnazin e Tuz, kur isha atje dhe kena ngrit në fakt si trup arsimor, edhe si qytetar, edhe si njerëz që kemi jetu aty, jo vetëm në shkollën në Hot, por në gjitha shkollat në Malësi. Është fatkeqësisht edhe sot e kësaj ditë, vërtet është fatkeqësisht, në trojë shqiptare, institucionet arsimore mbajnë emra ideologjik si që janë nëse të kohëve të kaluara, për shembull, gjimnazin Tuz mban akoma emrin 25 maj, që është ditëlindja e Titos. Shkolla edhe në Hot tani e ka bashkimi, po e ka pas bashkim vëllazërimi, po ashtu nga koha që ka qenë koha më përparshme në kohën e komunizmit. Pastaj për shembull është tjetra 29 nëntori në Dinosh, që nuk ka të bëjë asgjë me ditën e çlirimit, po ka të bëjë me ditën e formimit të Jugosllavisë e kështu me radhë, pra ka qenë fest shtetërore jugoslave. Pastaj kemi shkollën Mahmut Lekić, me të vërtetën unë kam mësua aty në atë shkollë dhe kam jetua dhe me plot respekt për atë figurë, sigurisht mund të jetë ndonjë figurë e njohur, por për unë faktikisht akoma nuk e kam të qartë se çka ka bërë një njeri për arsimin ose për Malësinë që mban kjo shkolla jonë. Pra, ndoshta është dobësia imja, jam munduar me kërku, por nuk e kam pa se vërtet është ajo e meriton domethënë një emërtim. Ai mund të jetë një statut, ta ke dikun tjetër, por sa i takon arsimit sepse nuk ka pas kur gjë lidhje. Kështu më raport po ashtu në Ulqin akoma ose të kësaj dite është shkolla me emër Marshall Tito, kështu më radh. Pra, jo vetëm për emrin e shkollave, unë kam kërkuar dhe kërkoj edhe sot, edhe këtu po e jap një ndoshta kërkesë, një apel që institucionet e komunës duhet të merren me këto emra, jo vetëm të shkolla, po edhe të vendeve për shembull. Neve kemi akoma vende shqiptare që mbajnë emra slav. Për shembull, kemi një bjeshk shumë të bukur, por supozojmë që edhe sot quhet Buković, po supozojmë, që në gjuhën shqipe kupton ahisht. Njerëzit që kanë jetuar më përpara, para nesh, ata kanë ditë gjithë se quhet ahisht, ahisht, kurse slavët e kanë ndronë Buković, edhe sot e mban atë emër për shembull. Ose ka sa emra tjerë që s'po duam ju ljoll me ta, që pra në këtë pikë komuna e ka në dorë dhe duhet merret me këto, sepse vite më vonë, domethënë neve nuk do na duhet më shumë energji për me vërtetuar se këto troje janë shqiptare dhe se këtu kanë jetuar shqiptar. Po këto emra të simboleve të ish Jugosllavisë kanë në një strukturë që interesohet që të rrinë akoma, apo këto rrinë në mënyrë kështu të natyrshme? Unë mendoj se ndoshta edhe mund të ketë një përqindje shumë e vogël njerëzish, ndoshta mund të jetë që e kanë nostalgji, por njerëzit që jetojnë atje, një përqindje 80% ose më shumë, as që domethënë mendoj që kanë vdekë ato, nuk ju bajnë përshtypje fare.
Pra, ndoshta e bëhet edhe nga neglizhenca dhe ndoshta nga njëherë edhe mendoj që po jo, po kështu është, si ka kënë e partë, është e përgjithmonë, le ta majmë edhe kështu. Pra, ndoshta bëhet edhe prej pa interesimit për të thelluar këtë punë, dhe vjen e mësohet veshi me atë punë, mendon se është ndoshta duhen hapa shumë të gjatë për më u kthye në origjinë, por unë e di, në kohën kur kem qenë unë, neve kemi bën disa kërkesa në Ministrinë e Arsimit dhe asnjëherë është çuditërisht nuk kanë thënë jo, por përgjigje nuk kena marrë asnjëherë. Pra nuk e kanë kontestuar, nuk kanë thënë që jo s'do e ndrojmë, por do të mbetet, por nuk, unë, sa di unë, nuk kena marrë një përgjigje që do bëjmë diçka për të ndruar këta. Dhe mendoj që popullata nuk është me ata që duhet të qëndrojnë dhe të jenë ata emra. Neve kemi emra, për shembull, sa doni, kemi figura në Malësi të jashtëzakonshme, të cilët përputhen edhe me arsimin, edhe me vendet ku janë, edhe me qendrat kulturore. Domethënë, gëzojmë fakti, po supozojmë një figurë shqiptare që Kopshti paktën e ka marrë Nën Tereza, që është një figurë botërore. Po ama nëse Kopshti po mund ta marrin me Nën Tereza, pse se merr për shembull një emër tjetër nga Malësia, tash s'po du me marr. Nuk është të thonë me kënë edhe nga Malësia, le tjetë një shqiptar i shquar që e njeh historia dhe të marrin atë emër. Para disa viteve, kur isha në Malësi, disa persona lyenin me boj vaj të bardhë emrin në malin Deçiçit Tito. Përbërja e Tuzit, çfarë komësi ka? Apo ka dhe persona që infiltrojnë nga zonat të tjera? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Unë do të them se deri në kohën kur, domethënë vitin 1912, përveç mund të kenë në okupues dhe ushtri e huaj që ka aty, domethënë popullata e Tuzit ka qenë 99.9% shqiptare. Po ashtu edhe deri para 30 vitesh, 35 vitesh, popullata e Tuzit ka qenë me 80% shqiptare dhe pjesa tjetër ka qenë që domethënë e asimiluar që ka mohua domethënë identitetin, por neve për shembull i njohim dhe në Trebreza lidhet me shqiptar. Tani për tani, këta mendojnë se domethënë ka disa dana sikur se i përqindje shumë e madhe është deklaruar si jo shqiptar. Pra kur them si jo shqiptar, ka për shembull konsiderojnë vetveten si bosnjak ose musliman. Pra kur thot musliman e quhen edhe fellë komb musliman. Ka disa familje, jo aq shumë familje malazeze, domethënë këto vitet e fundit është shtuar pak më shumë, por në kohën për shembull para 30 vitesh janë njoft 2-3 familje që kanë qenë malazeze. Biles edhe ata flisnin shqip, edhe jetonin aty në Tuz, edhe unë i kam njoft disa prej tyne. Tani është një, do të them një fatkeqësi. E thon fatkeqësi, ndoshta njerëzve nuk ju pëlqen kjo, po është fatkeqësi për shembull se nuk është e nevojshme të arrihet deri te asimilimi sot. Pse ka nevojë të bëhet asimilimi aq më keq edhe aty në vend ku jeti në origjinë? Ekziston një komunitet që tenton të quajnë veten si jo shqiptar dhe aty domethënë ka një ndikim pak në përbërjen e ndrimin demografik, sidomos qysh me ardhjen e disa, po afër, nuk e di tamam sa shtëpi janë, mendoj që janë, si s'kam një gjuhë, 1500, ndoshta janë pak më shumë, por pak rëndësi ka ajo, por ajo ka ndikua shumë negativisht në dheun e zi, që sot quhet Karabushkull Pole, edhe ky tash ju ka trash në një farë mënyrë krahun këtyne që të cilë kanë qenë në dilemë, herë u bashin shqiptar, sepse kur ishte shin sanksionet dhe u mbyll, domethënë u mbyllën importi për ish Jugosllavin dhe ju duhet që shkonin Shkodër për të bler bukën, flisnin më shqip më mirë se unë, se u ban shqiptar. Në momentin kur kaloi tjetër ndroi politika dhe tani pak më mirë është Malëzi, sot nuk flasin shqip. Pra kjo përbamje ka ndikua
jo pozitivisht, flas në ruajtjen e kombit dhe gjuhës dhe kulturës, dhe ka ndikuar pak në ndrimin. Është shumë e vërtetë me ajo që thua ti që emri i Titos, bishkrimi i Titos ka ekzistuar në malin Deqiq, domethënë ndoshta mund të them 2-3 kilometra nga vendi ku është ngritur flamuri i shqiptar në vitin 1911 nga Dhe Xheluri dhe të gjithë bashkëluftëtarët malësor. Dhe fatkeqësisht ai është mbajt, edhe është mirë mbajt. Domethënë vetëm ta mendosh të dalë shkam, domethënë nga zona fushore dhe në majët malit e jo mallet bash një lyerje sepse unë nuk kam kënë afër, krejt afër që me e pa, por përderisa ajo mund ta shifsh me kilometra larg, normalisht ka për masa larg atë. Ka pas. Kam shkelur në Gërmët aty. Po, keshet. Edhe lyrë me përvaj janë, po pyetja nëse juve do të keni një prononcim. Janë element të veçantë këta që interesojnë në mirëmbajtjen, apo janë agjensitë e ndryshme që interesojnë dhe luftojnë kundra shqiptarëve pa për të patur nesër se shumë kombe punojnë me perspektivë për të ardhmen. Unë mendoj se janë element, domethënë, grupacione të cilët kërkojnë të sjellin, domethënë, ngrindje dhe mosmarrveshje në mes komunitetit. Jashtë jurisdiksionit të Malizi? Jashtë jurisdiksionit të Malizi nuk mendoj, por dihet se edhe Malizi mrena për mrena i ka, domethënë, disa parti dhe i ka disa, domethënë, grupacione të cilët mundohen të punojnë domethënë negativisht në ndarjen politike dhe ndarjen ideore dhe aq më tepër në provokimet kur janë pyetje shqiptarët. Kam një pyetje lidhur me punën që është bërë në mënyrë institucionale si komunë për ruajtjen dhe forcimin e identitetit të kulturës, të gjuhës, arsimit dhe të çështjes administratës të komunës së saj. Pra, sa këto kanë shkuar drejt cilësive shqiptare, pra të ruajtjes të identitetit. Po, është shumë e vërtet këto kanë shkuar. Në fakt, puna e komunës, gjithsesi puna e institucione komunale, është në të mirën e ruajtjes së kulturës. Unë ta them sinqerisht, e shoh ndryshimin, dhe shoh një ndryshim shumë të madh për vetdije kombëtare tek të rinjt sot atje. Sepse në një farë mënyre, fatmirësisht këta të rinjt e shohin si perspektiv jetën në malësi, që ka shumë e rëndësishme, një pjesë shumë e madhe tyne, pra shkollohen, komuna po ashtu ju ofron mbi 50, më thënë afër 50 studentëve, menoj që ka qenë nga 30 deri në 50, këtë vit e kanë rritë në 50 studenta që ju japin bursa, drejt për drejt nga komuna për të shkolluar, dhe përveç asaj, komuna ka ndikua pozitivisht në ruajtjen e gjuhës edhe çështjes kombëtare përveç aktiviteteve kulturore. Për shembull, në Verë, unë isha në Verë dhe këtë vitin që kaloi, dhe për 14 ditë në qendrën ku është ndërtua sheshi Skënderbej, ka patur vetëm muzikë shqip çdo darkë, çdo mbrëmje. Aty ka kenë për mendimin tim jashtëzakonisht e qelluar, sepse të gjithë vizitorët, të gjithë vendasit, domethënë pa dallim, kanë pas mundësinë të jenë së bashkut, të komunikojnë, të njihen me njëri tjetrin, dhe çka është më e rëndësishmja, përveç artistave që kanë origjinë nga Malësia e Madhe ose nga shqiptarët dhe në Maltezi, kanë pas rast, domethënë të marrin ose të prezantojnë edhe këngëtarë nga gjitha troje shqiptare. Po ashtu edhe në gjatë dimrit, gjithsesi gjatë pushimeve që janë për Krishtlindje viti i ri, jam informuar se ka pas edhe atje disa net që i organizojnë me koncerte për të bashkuar atje, po një gjë që mua nuk më ka pëlqyer këtë herën këtu, ka qenë sepse ndoshta dikush mund të thonë jo, po jetojnë edhe atje në gjuhën malazeze ose serbe ose bosnjake. Pse duhet ta kemi domethënë muzikën ndonjë natë aty. Megjithatë, kjo është një çështje që ndoshta duhet diskutuar akoma më shumë. Por nuk është rastësia jo, se muzika serbe ka shkuar edhe në Korçë. Po kjo dobësi, në fakt nuk është rastësi, por është dobësi.
E unë këtë dobësi e kam dënuar gjithmonë, edhe do ta dënoj edhe sot, edhe dënoj çdo herë. Ndoshta janë me qëllime. Janë qëllimet, do të thënë 100% janë qëllime. Kjo muzikë një gjohet edhe në Tuzë, një gjohet edhe në Shkodër, edhe në Tiranë, edhe në Korçë, edhe ku tjetër. Pra kjo është një dobësi. Unë shpeshherë them, edhe kam thënë për shembull me bashkëkombësit e mi, po pse duhet neve të ndëgjojmë, po muzika është muzikë, pse neve duhet të ndëgjojmë një muzikë, të më thënë, të një animikut tonë. Nuk jam kundër muzike mirë fjellë, edhe tekstet atyne këngëve, dhe më thënë, janë vetëm për të ullur shqiptarët e kështu më radhë. Ose për shembull thjesht, u marr vetëm një shembull, kur të organizojnë, po supozojmë në Beograd, të organizojnë një koncert në gjuhën shqiptare me një artist shqiptar, pastaj le të mendojmë, ndoshta po organizojmë edhe ne. Po përderisa ata as edhe një fjalë, le që ma edhe me të një gjuhë që fletë në gjuhën shqipe, ti do më thënë rrezikon në një problem nga ata. Edhe kjo do më thënë këto çështje mua vetë vërtet nuk më kanë pëlqyer asnjëherë, edhe nuk më pëlqejnë, pra duhet të jem shumë i qartë. Nuk jam kundërshtar i askujt dhe nuk më pengon absolutisht asnjë rasë në këtë botë, asnjë ngjyrë i respektoj gjithë njerëzit. Por ama ata të cilët me shekuj na kanë përlos, na kanë vra, na kanë pre, na kanë marrë trojet, edhe sot e kësaj dite na quajnë si popull të rendit dytë, po ndoshta edhe me bishte, me sa tjera. Pse unë duhet t'i përqaf ata, le të rrinën punën në tyre, dhe neve faktikisht nuk duhet të jemi ta. Pra, do t'jemi, mund të bashkëpunojmë në një pikë caktuar për interesin tonë, por aman kur është çështja në këtë pikë, neve duhet të jemi shumë të qartë. Megjithatë, njerëzit duke menduar se po jemi pak më evropiane, po nuk është, domethënë nuk duhet të ndajmë atje këtej. Neve nuk ndahemi, përderisa ata nuk na ndajnë. Pra ata janë ata të parë që neve na ndajnë, na ofendojnë. Për shembull, shkruajnë grafite. Unë për shembull në vendin ku kam lind, pikërisht në Vitoj kur është bë festivali dhe bëhet organizohet, para nuk e di, ndoshta një vjet e gjys, për shembull kanë qenë me parolla Serb, jo me vra shqiptar, jo kjo është trull shqiptar, jo kjo ato shqiptare. Edhe pse pastaj unë duhet për asnjë kusht, për asnjë arsye, nuk duhet që ne si komunë dhe paratë e taksapaguesve shqiptar të paguhen për këngëtarë të tillë ose për mbrëmje të tilla. Është shumë e vërtetë se ka qytetarë që janë, domethënë, të gjuhës slave. Nuk kem nevojë neve të çojmë Skënderbeut muzikën në gjuhën slave para hunet. Ne mund të çojmë muzikën slave të ta çojnë se ata vetë kanë kërkuar që të ndahen, të bajnë një qendër tjetër sepse ju kapën gua Skënderbeu në qendër, le të organizojnë koncertet atje ku janë ata që dëshirojnë dhe duan. Pra kjo ka kanë pak ndoshta është në diçka që një vërejtje për mua është e pafalshme, e di se nuk do t'ju pëlqejnë, po do ta them me zërin shumë më të lartë. Derisa neve nuk do vetëdijsohemi si njerëz që ne jemi gjak i pastër shqiptar dhe ne duhet ta ruajmë dhe pranë nesh fatkeqësisht i kemi armiqt shekullor. Edhe ata nuk do ndalin jo sot, po s'do ndala sot 300 vjet. Dhe nëse këto dobësi tona i lejojmë dhe ju hapim rrugë, do me thënë ata normalisht, se gjithmonë pretendimet e tyre do t'jenë për t'na uzurpuar, për t'na pushtuar, për t'na denigruar, për t'na marrë gjithçka që kem, edhe kështu. Pra këtu neve duhet vedisomi dhe kjo është një pikë. Ase më falë se pak e zgjata me këtë, pra duhet këthem të ajo se vërtet kanë punojnë, edhe duhet punuar, po gjithmonë duhet të reflektuar. Dhe në pas çdo projekti që ata realizojnë, duhet marrin edhe mendimin e dikujt tjetër. Po, a duhet komuna të ketë parasysh edhe gjëra të tjera, siç ishte një rast një pjesëmarrjes këngëtarit në Tuzë, për shembull një këngëtar serb në Tuzë, do të ishte një anakronike, do të ishte absolutisht është e qëllimshme, siç e thamë më parë. Por gjëra të tjera që mund të keni sugjerime ose vërejtë. Jo, janë nga sugjerimet që unë mund t'i jepja komunës, pra po thomë me plot respekt, unë njoh pothuajse një pjesë të madhe, një numër të madh të gjithë atyre zyrtarëve që punojnë në komunë. Domethënë mund të jenë ndonjë më i ri, dhe nëse nuk e njeh ata personalisht janë jo babën, domethënë e njoh, edhe vërtet ka njerëz shumë profesionistë, janë njerëz edhe adhëtar, janë shumë djemë të mirë, vajza të mira,
ka një strukturë shumë pozitive, edhe vërtet duhet i përshëndese, vërtet janë shumë zgjuar, edhe janë shkolluar për çka është një respekt, edhe i përshëndes, por për mendimin tim, unë mendoj se ata duhet të jenë shumë më të përpikt në çdo projekt që realizohet aty. Pse më të përpikt? Për supozojmë, qoftë një rrugë duhet të ndërtohet, rruga nuk ndërtohet pri ditë, as pri javë, as pri muaj. Do me thënë një rrugë mund konsiderohet që ndërtohet për të paktën 30 vite, a më kupton? Unë për shembull kam pa aty që i rruga është ndërtuar ndoshta sot, mas 2-3 vitesh ka pas ajo rrugë probleme. Pra, unë e di se nuk e kanë atë kapacitet, ndoshta ju mungon parat për me bën kualitet, por ama jam i asaj që më mirë me punua më pak dhe po flas distancë, nëse jem konkretisht e rruga, një sasi pak një kilometrazh më të shkurt, më të vogël, por të tjetë më kualitative. Po ashtu për supozojmë, në qoftë se kur është në pyetje, po supozojmë për projekte, ku me din ndërtimi ndo një qendre, ose ndërtimi ndo një shkollë të re, kështu më radhë, pra duhet të angazhohen profesionist, duhet të kyçen ma shumë njerëz të fushës, për shembull, supozojmë, konkretisht tek parku që është ndërtua, që vërtet është i bukur, tani e ka zbukuruar edhe prezenca e Gjeçka Sriotit, po ndoshta është pyetje male, a vërtet ky park e ka vendin tamam aty ku duhet pranë gjimnazit vetëm shkollë, gjimnaz në Tuz, a mos është ndoshta nganjëherë edhe për ngesë për nxënësit që janë aty krejt ajo otollovi. Pra, mendoj që duhet bëhet një bashkëpunim specialistësh, njerëzish që janë të fushës, si në vendlindje, por edhe në diasporë. Pra, duhet të jetë bashkëpunimi, duhet të shfrytëzohen, sepse gjitha këto resurse, sepse diaspora, faktikisht shqiptare, pra nga ato treva, është shumë e madhe, mund të them se është pothuajse gati 50%, dhe kjo diasporë ka dëshirë për të ndihmuar. Do me thënë, nuk kemi arrit neve në atë pikë që neve të asimilohemi dhe nuk në ndjen fare për atë vend. Dhe kështu që tjetër çka unë do shta kisha me dhanën për këtë cilat do t'ishin do me thënë projekte që ata mund merreshin ose mund bashkë më shumë. Do shta do ishte shumë mirë, do me thënë të ishte për shembull edhe një qendër tjetër në një vend paksa më të zgjeruar, kulturore që mund të grumbullohen dhe mund të bashkohen, do më thëmë mund të jetë multifunksionale, jo vetëm thjesht për një koncert ose për një gjë tjetër, por të jetë paksa, do më thënë, populata të jetë më angazhume dhe njerëzit të ndihen mirë aty ku jetojnë. Një gjë që unë e kam thënë dhe dua të them edhe sot haptas publikisht. Në komunën e Tuzit dihet se Vneshta që është nën patronazhin e shtetit malazes apo një kompanie që drejton shtetin malazes, në mes të malësisë është një tokë që ka Vnesht, dhe unë mendoj që ata si komunë duhet ta kenë parasysh se ajo tokë nuk do mbetet Vnesht gjithmonë. Dhe Ujëzia është përtej qendër Tuzit, është një pjesë tjetër në qendër është mas Trojet, që do të thashë Troja, Dushiqi, po aty një hapësirë jashtëzakonisht e madhe. Edhe nuk e di, a i ka shkua dikujt në mendje që t'interesohet për këtë tokë, do më thënë, përderisa shteti ka marrë në prosi dhe ka shteti malazes në prosi gjithësisht ato kompania plantazhe që thonë, unë jam tepër i sigurt se ato mbahen si peng deri në një kohë caktuar, deri në një moment caktuar, që shteti malazes ndoshta mund sjellin akoma më keq se sa vetë Leonezi do të kolonizojnë. Pra duhet të investoj, duhet përpiqet komuna që ta marrët pjesë nën pronë dhe të projektojnë një qytet që do t'i shërbej jo vetëm këtyre gjenerata, po të projektojnë ndoshta një qytet që me gjitha ato kriteret botnore bashkore. Për shembull, letja fillojnë, ta marrin nën pronësi, ta bëjnë një projekt
dhe nuk ndërtohet qyteti, as Roma nuk ndërtohet për një ditë. Domethënë kur është projekti, fillon po supozojmë në qendër. Kaloje komunën zyrtare për shembull në qendër, pastaj vazhdo ty me zgjerua, edhe ju jep mundësi gjeneratave që vinë, domethënë ta kenë të hapur edhe mundësinë për të zhvilluar si qytet. Akoma sepse Tuzi vetë si Tuz aty është vërtet tani edhe është bani një stërmbushje pa plan, domethënë hapësinor. Rrugë nacionale ikën në mes. Rrugë, domethënë ndërkombëtare ikën përmes të qendrës, edhe unë kam informacion bile pikërisht nga kryetari i komunës, domethënë ai thoshte që afër 5 milion makina në vit kalojnë për atë pjesë. Imagjino se çfarë tullovjeta. Pra, përveç kësaj duhet bëj edhe një rreth rrotullim i mall, i zgjatë për atë rrugën ndërkombëtare, domethënë ta kalojnë për rreth malësiet, pra mos të kalojnë nëpër qendër, dhe ata njerëz të paktën të jenë të qetë, sepse ata ndodhen të rrezikuar. Kur dihet se në një mes shumë të vogël, aty është kopshti, është shkolla e vjeçare, është gjimnazi, domethënë pothuajse gjithë rinia e malësisë, domethënë nga mosha 2-3 vjeçare deri në moshën 18 vjeçare ndollet aty brenda ditët, dhe asajte kalojnë krejt, domethënë krejt ai transport që edhe kanoset edhe rreziku për ata njerëz. E kështu me radhë, pra ka sa për shembull projekte tjera normalisht duhet ndikojnë në organizimin e ndonjë fabrike, për shembull ndërtimin e një fabrike të prodhimit të perimeve dhe pemëve, sepse Malësia është shumë e njoftun për zhvillimin bujqësor dhe blegtoral, dhe unë mendoj se ajo është jashtëzakonisht e nevojshme për gjithë ata prollues, sepse është për të argjëna kur me aq pasion i prollojnë ato prollime, dhe kur vjen puna e tregut nuk janë gjendje të marrin as edhe shpërblimet e tyre. Megjithëse kam informacion se komuna ndihmon me një përqindje të vogël, por është edhe vështirë rënduar edhe për komunën që të ndajë buxhet, po supozojmë për një bujk apo një blegtor që nuk ka fitesat. Pra është më mirë që të mendohet në këtë mënyrë në ruajtjen e këtyre perimeve, ose pemëve për shembull ekzistojnë në përbot frigorifera dhe qendra përpunimit që ato ruhen për kohë të caktuar dhe pastaj dalin treg atë kur është e nevojshme. Pra faktikisht prolluesit bujqësor në Malësi, ata një shumicë e madhe prollojnë gjatë gjithë vjetit, por një pjesë e madhe për shembull arrin pikun për një muaj në korrik apo në gusht, dhe pastaj vjen të bllokohet e krejt tregu dhe ato nuk mund të qëndrojnë dhe kështu. Pra ka shumë projekte që mund të realizohen, po shpresoj se ata i kanë parasysh dhe një ditë do t'i realizojnë. Doktor, në këndvështrimin tuaj, çka kanë fituar deri tash dhe çka do fitojnë të ardhmen shqiptarët me monumentin e Gjergj Krasios Skënderbeut në Tuz? Ardha e monumentit të Gjergj Kastriotit në Tuz është kënë një rifreski për gjithë shqiptarët. Ka ndikuar shumë edhe në forcimin e identitetit kombëtar. Dhe betohem me njerëz, domethënë që ju kam njoft mentalitetin më parë, i kanë hapë sytë akoma më shumë, edhe është krijuar një bindje krenarie, domethënë për gjithë atë popullat që jetojnë, dhe vërtet janë jashtëzakonisht krenar për arsyen që përmendorja e Gjergj Kastriot, monumenti Gjergj Kastriot ndodhet aty në Tuz. Edhe vërtet falenderuar edhe sponsorët që ka qenë diaspora shqiptare, edhe ka qenë kërkesë e diasporës shqiptare, normalisht është bashkëpunim edhe me komunën, por nuk duhet harrojmë se sponsorimi gjithsesi ka qenë 100% nga sa i takon aspektit monetar nga diaspora, por kanë sjell një përmendore, domethënë që vërtet është për çdo mashti, është një pamje jashtëzakonisht e madhe, ka dhënë një ringjallje. Mua personalisht edhe si Anton më ka kënaq
ku po shifemi, takohemi të kshef Shish Skënderbej, ose në rrugën 28 Nëndori. Nga jo rruga 28 Nëndori, shtëpia që unë jam duke ndërtuar është ndoshta 500 metra. Pra, mos të kinë bënë gjatë tjetër vetër për mua, ma kanë shpirtnisht. Po ndërton në shtëpi në Tuzë? Po, është, dhe më thejemi ndërtime si. Ta të rashigoni në Breza. Është krejt afer, dhe më thënë, sheshin mund lëvizi kam, kur do që qkojnë pleqëri, mund shkoj aty të ksheshi Skënderbej. Dhe është shumë, dhe më thënë, kjo ka ndikuar jashtëzakonisht pozitivisht, edhe unë menoj se gjanët e tilla, dhe më thënë, promovimi i kulturës shqiptare dhe histori shqiptare duke mos u bën servil. Më kupton, mos u bën servil. Është njëjta gjë si për shembull, unë shkoj tek një komunitet tjetër edhe unë pretendoj të kthehem ose të bëhem si ata. Jo më rëzotni, je ai që je, ti respekto palën tjetër, por ama duhet të jesh edhe krenar dhe të mburresh edhe për ata çka je ti. A ka aktualisht komuna e Tuzit një zë që të loboj për te jashtë trevesh të saj, në Amerika, në Evropa, diku gjetë, që të loboj për te dhe konsirisht edhe për përfitime fondesh, por dhe të fushave të ndryshme. Pasi ne dim rëndësinë e madhe dhe kontributin që ka dhe në shoqata Malësi e Madhe, e cila është me shumë respekt për t'i përullur, pasi është një shembull, do të thosha shembulli më i mirë pas Federatës Pan-Shqiptare Vatra, se si ndihmohet vendlindja. Por nuk shikojmë aktivitete, nuk shikojmë, pra kam frikë, mos shkojmë te gjumi i Kosovës, i 8 vjetëve, se 8 vjetë përkon dhe kjo, nga 2018-2006, 2008-2016. Unë menoj se bashkëpunimi ekziston, por ajo që neve duhet të fokusojmë më shumë është se ky bashkëpunim duhet të rritet në nivel më të lartë. Komuna ka një zyrë për diasporën. Unë më parë, kryetarin e më parë drejtorin e kam njoft, këtë në fakt është ndrua dhe nuk jam i sigur se cili është emri i tij, por rëndësi ka se ka një zyrë. Tashti lind pyetja, a ekziston komunikimi institucional në mes të komunës me diasporën shqiptare, me shoqatat, me individ këtu? Mendoj se ekziston, por jo në nivelin e duhur. Pse jo në nivelin e duhur? Sepse bashkëpunimi duhet të jetë konstant. Pra, jo vetëm para zgjedhjesh ose ndoshta një muaj mas zgjedhjesh. Është për të falenderuar dhe vlerësuar faktin se diaspora shqiptare ku shkon atje, organizojnë një mbrëmje veçantë për diasporën, banë një pritje që nga kryetari, përfaqësuesit politik, zyrtarët komunal, domethënë e vlerësojmë një gjatë tillë, por unë mendoj se bashkëpunimi duhet të jetë shumë më efektiv për faktin se diaspora nuk duhet vetëm parë në aspektin e donacioneve, duhet parë si partner. Mendoj që komuna ka projekte, po pse jo ndoshta edhe diaspora mund të kenë projekte. Është në interesin e komunës, po është edhe në interesin e diasporës që të gjithë këta njerëz të suksesshëm, biznesmen, sepse diaspora është potencial edhe profesional, është potencial edhe ekonomik, po çka është më e rëndësishme është potencial adlëdashës. Pra në qoftë e duhen ta bëjnë një punë, atje, domethënë ata e bajnë me dashuri, përveç edhe firtimit e bajnë edhe me dashuri të madhe. Dhe këtu duhet shfrytzuar këto pika, domethënë bashkëpunimit, komuna me diasporën, duke u institucionalizuar gjanat, pra nuk bëhen vetëm thjesht në mënyrë formale, vizite një ditore, 2 ditore, darka, koncerte kështu me radhë, por duhet jetë edhe këtu një organizim që mund të flasin ndoshta në emër krejt diasporës të asaj zonë, është ndoshta edhe fajla tek ne, sepse edhe ne duhet ta kemi një qendër mbar kombëtare këtu në diasporë dhe të krijojmë ndoshta edhe bëjmë edhe një zyrë që mund të lidhemi me komunën e Tuzit ose edhe me tjera qendra shqiptare. Këta biznesmen shqiptar që janë këtu,
nga ajo zonë, po pse jo nga një zonë tjetër shqiptare, ndoshta shef interesin për investim. Pra, unë mendoj që në këto pika duhet punojnë pak ma shumë. Po nuk jo edhe për investim, por edhe për profesionist të fushave të ndryshme. Për shembull, këtu ka shqiptar në gjitha degët dhe ka në pozicione domethënë të ndryshme dhe ndoshta komuna është mangut për një specialist një degë të caktuar, ndoshta mund gjendet këtu dhe pse jo mund shkojnë unë një shqiptar që kanë shkuar nga këtu, jetojnë në Tiranë, kanë punën atje, edhe janë kthyer për të jetuar atje. Edhe unë mendoj dhe besoj që sikurse dikush të ketë kushte dhe të krijohen kushtet e punës ose të krijohen kushtet e biznesit, unë mendoj që ka dhe ekzistojnë, domethënë njerëz shqiptar të cilët do të investonin dhe do të komunikonin atje më shumë. Besoj që në të ardhmen do të punohet më shumë institucionalisht në bashkëpunim mes të diasporës dhe komunës së Tuzit, sepse diaspora është një thesar. Është një burim edhe energjiet, po edhe një burim ekonomie. Meqense këtë pyetje mu përgjigjet në mënyrë diplomatike, po ju bëj një shtesë pyetje. Çfarë lexoni juve pas kësaj që unë po ju them? Sa kohë ka që këtu në Amerikë, në Michigan, që ka qenë qendra e shqiptarizmës, edhe jam i bindur, pa pjesëmarrjen e diasporës, komuna e Tuzit nuk do ta fitonte atë mëdhësinë e saj. Sa vite ka që s'ka ardhur në Michigan një kryetar komune? A më në mend që ka ardhur gjenoshaj? Qa lexon për këtë? Po, shumë e vërtet. Kjo keni shumë drejt. Unë në fakt unë e majmen kur ka pasazh dhe Nik Gjeloshaj, dhe më thënë kur kanë koha e zgjedhjeve, dhe kemi pas një takim me ta. Dhe që atëherë në fakt nuk e kam takua, flas këtu nuk e kam takua. E di se mas pak kohë ai ndroi pozicion dhe erdhi kryetar komune, dhe më thënë zotëri Lindon Gjelaj. Unë pajtohem me juve se ata do t'i banë vizit, dhe më thënë bashkobasve të tyre dhe bashkëvendasve edhe ma shpesh. E di se janë të angazhuar, kanë obligimet, por nuk duhet përjashtuar ardhjen, vizitën her pas hershme, komunikimin, diskutimin, marrjen e idejave dhe bashkëpunimin. Kjo në fakt mungon dhe unë menoj se kjo duhet përmirësuar në të ardhme, sepse në një farë mënyre edhe kjo diasporë duhet të respektohet. Sepse neve jem gjithë me origjina atje. Ndoshta këtu ka shumë që edhe kanë lindur këtu, por babat e tyre, gjyshat, stërgjyshat, neve kemi tokat tona atje, kemi shtëpit tona atje, kemi pasurin, ndoshta më të madhe se sa këtu. Ju e sollët një panoram të përgjithshme, pozitive, edhe për mua më bëhet qefi që jam shumë happy që juve e sollët në formë të tillë. Shqetësimi im ishte se mos shkalojmë në atë gjumin e Kosovës 8 vjeçar. Si mund ta përkufizosh në përgjithësi, pra ta përmbledhësh, a kemi neve një curi pozitive të administrimit të komunës Tuzit, të gjitha resurseve potencialeve që ka ai komunitet, apo kemi ndryshim pushteti dhe nuk kemi përfitime nga populli? Pra sa ka përfituar populli? Jo, unë mendoj këtu, përveç se ka ndryshim pushteti, mendoj që ka përfituar edhe populli në këtë pikë. Nuk mund të them se ka përfituar 100%, ndoshta shumë, por mendoj që ka përfituar dhe mund të konsiderohet me numra, me shifra pozitive që ka përfituar. E di se ka ankesa, e di se ka edhe njerëz që mendojnë ndryshe në këtë pikë, por të pas parasysh se unë majmen situatën ma përparen, dhe majmen situatën edhe sot, unë mendoj se është dallimi për ata të cilë duhen me pa, është shumë ma i malë dhe e di që nuk është përsëri pajtohet me ata, nuk është vetëm ndryshim pushtetit. Një gjatë që duhet ta kem parasysh, të gjithë të pozicionuarit në postet që i kanë këtu, nuk duhet të ndihen tepër komfort, domethënë, dhe të mendohet se
neve kemi arritit deri këtu, kemi bën këta që kemi bën, edhe tani ju të tjerë mos folni sepse jem në rregull. Pra nuk shpresoj dhe besoj se nuk e shohin në atë mënyrë dhe nuk do arritet deri në atë shkallë, por kjo çështja e gjumit që ju e theksua disa herë, edhe vërtet është pengesë, shpresoj se këta do të kenë një zile që të thonë dikush ndoshta mbase ka vendredi diçka, edhe mbase edhe po flejnë pak shumë edhe duhet zgjohet nga gjumi. Shpresoj se të jetë edhe një alarm për të kthyer pak dhe të bëjnë një reflektim. Të reflektojnë pak dhe të shohin a vërtet jemi duke punuar aq sa mujmë me punuar, aq sa kem kapacitet, apo nuk jem duke punuar. Si që thash, vërtet ka edhe pak nësi, nuk mund të përjashtoj pak nësi. Unë personalisht, për shembull, edhe me tjerë njerëz, mendoj që ndajnë këtë njëjtin menim, kemi probleme në malësi, për shembull, është probleme edhe çështja e ajrit, po supozojmë, është problemi i deponisë, për shembull, aty në grumbullimit mbeturinave. Nuk po du me hynë këtë temë tani ndoshta, por është një problem që duhet trajtuar dhe komuna duhet e di se ka marrë hapa për të marrë me këtë çështje, por duhet akoma më shumë, sepse kjo kompani është në territorin që i takon komunës Tuzit, por faktikisht të gjitha të ardhunat shkojnë të Podgorica, do më thënë të kompania Deponia, nuk e di se si e ka emrin tamam, por duhet do më thënë që t'jem pak ma, duhet t'jen në fakt ata pak ma të angazhuar në gjitha këto pika, gjitha problemet, le cep me cep. Nuk duhet ta lidhi diçka që ka të bëjë me mua personal, për shembull në vendin aty ku kam lindër, jam rrit, mendoj që është vendi i vetëm që akoma nuk ka shkuar ujësjellsi dhe nuk ka shkuar rruga, do më thënë ku jam rritur, në krejt malësinë e madhe, për çka ndoshta edhe kanë arsye, as nuk kam Si quhet vendi ku i lindur? Drume Poshtë. Drume Poshtë, po. Drume Poshtë ku kam lindur edhe jam rritur aty dhe kam jetuar. Do më thënë, në gjitha vendet tjera, jam shumë i lumtur. Po ndoshta nga që jeton në shtëpia Çurmuloj, ndoshta. Që ndoshta edhe jo, por prap do ta them, nuk do ta marr personale, vërtet i vlerësoj. Unë kënaqem kur çdo kun është punua, sido që është punua më mirë se çka kanë, edhe krejt, do më thënë, kam e të lajtë një cep, është shumë interesante si lidhet kjo, pra nuk duhet menoj që ky pushtet e ka ba, një gjatë tilla, kam shumë respekt për gjithë biles, kryetarin e komunës tani e kam edhe në lagje, kam një 2 shtëpi më larg edhe flasim kështu, është lagja e kryetarit. Kryetarit mos jetë dembel, do të lëvizin. Po, por do ta them edhe një diçka tjetër, interesant një histori që përsëritet, për këta unë të them dembelia dhe qetësia nuk është e mirë. Shpinë që kemi në Tuz, aty në atë lagje që thash unë, do thënë kemi pas fillua, kemi pas baba, ka pas blej aty disa vende shtëpi, nëse edhe është shumë interesant vetëm për faktin që nuk kam kenë i partisë që ka kenë në pushtet në atë kohë, prej gjitha anëve ka qenë asfaltimi edhe ka qenë ujtë, kurse është afrua deri një shtëpi, vetëm shtëpia ime, vetëm aty ku ka qenë shtëpia ime, nuk ka qenë as asfalt, bile për ujë nuk e dija ka edhe sot, do të thënë kanë ardhur se rrugët ishin çonin sikur gërsher. Gjitha ishin të asfaltuara për gjitha anëve, edhe ajo rrugë kurse ajo pjesa ime aty. Bile ma ka thënë Jani, ka qenë pushtet atër, më thoshte, more në tonë, thotë, na prishe punë, more, po pse? Po kam shpinë aty bustete, ja kërkoj, thotë, asfaltin e s'ma përbjen, po pse, thëmë, s'ta bjen? Osa je buzë Antoni, thotë, po mirë më burë të ta bjen për janej, thosha, që mos, dhe më dhenë, në këtë pikë. Me qita ta prapë nuk do me mendua se është ba me qëllim, e di se populata është zvoglua, është ba ma sopor, neve kemi tokat atje, kemi jetën atje, do më thënë, nuk i dihet, dikush do të kthejmë aty, edhe jemi pjesë e komunës, edhe pagojmë taksat dhe duhet të marrim ato. Doktor Lajçaj, çfarë kanë përfituar shqiptarët, ose vetë personat që kanë marrë pozitat të rëndësishme në institucionet e rëndësishme të Malit të Zi, dhe kanë parasysh që kanë qenë persona publik, Camajt dhe Gjeloshaj? Është mirë që të bëhet
inkuadrimi i figurave gjithësisht persone politik në instancat qendrore që është siç është qeveria Malizi, është domethënë përfaqësimi i shqiptarëve nëpër institucione vërtet është i dobishëm, por pyetja është se sa e dobishme ka qenë për ne, edhe ajo është shumë e vërtet pyetje shumë në rregull sepse unë mendoj se duhet jemi të inkuadruar dhe duhet jemi pjesë e çdo pushteti kudo që ekziston, flas kur është në pyetje që të thithin ndonjë buxhet për përmirësimin e Malësisë, por në fakt i kam dëgjuar nga Ministri i Ekonomisë gjithësisht në kryetari i qeverisë zotni Nik Xhelosha se ka pas disa, domethënë një buxhet që është paraqit për të dhënë në një projekt për komunën e Tuzit, por nuk e di akoma është realizuar. E njëjta gjë, për shembull, kam edhe Ministri i Administratës Publike, normalisht se vërtet është ministër i administratës publike, po është administratës publike për Malin e Zi dhe nuk e di se vërtet ka komuna domethënë ndonjë ndihmë nga këtë pikë, përveç faktit se për rreth vetit ka disa shqiptar të punësuar në zyret e tij, për çka e vlerësoj, po ashtu edhe në kryetari i kuvendit, domethënë nuk mendoj se e kemi marrë domethënë shpërblim ose nëse mund ta themi atë meritën e dur që të na kthehet ose atë interes vetëm me përfaqësimin në pushtetin qendror ta kemi domethënë me interes, nuk mendoj se pra unë nuk e kam pa, ndoshta ka diçka që unë nuk e shoh, por faktikisht unë nuk e kam pa se vërtet ka pas një ndryshim në lidhje me ngritjen ekonomike ose përmirësimin e gjendjes së shqiptarëve. Pra kjo është një çështje që ndoshta duhet diskutuar, ndoshta në të ardhmen do të jetë akoma më mirë, por për momentin nuk e shoh. Ka faktikisht shumë reagime për qëndrimin e tyre, që të jemi të sinqert, por s'është tematika për sot. Doktor, cilat janë disa nga këshillat tuaja që ju do të thoshit për shikuesit që jetojnë në emigracion me atë njohuri që keni juve edhe çfarë duhet bëjnë lidhur me pronat? Unë mendoj se cili do prej nesh që kemi pronat, duhet të kemi kujdes, domethënë në radhë parë duhet, sepse ligjet atje ndryshojnë çdo ditë. Normalisht nëse dikush ka dëshirë për të investuar në vendlindje, ajo do ishte gjaja më e madhe, por në asnjë mënyrë nuk duhet t'i mohojmë dhe normalisht se çdo gjë që është në të mirën e zonës se ku e ke pronën, qoftë rrjeti ujit, qoftë rrugat, qoftë kanalizimet, domethënë neve duhet të jemi të interesuar dhe t'i rregullojmë në atë nivel që duhet t'i rregullojmë, sepse nuk e dihet, ndoshta pas disa vitesh, edhe nëse neve nuk kthehemi, do kthejmë fëmijët tanë, dikush mund të themi është e pamujtun, unë nuk e shoh të pamujtun, sepse mua po të me kishe pyetur deri në moshën 33 vjet, pra jam munduar, jam përpjek për gjitha pikat që mos largohem nga Malësia. Pra duhet të jetoj atje. Unë kam qenë këtu për herë të parë kur kam pas moshën 23 vjeçare gjys, kam pa mundësinë akoma më të mirë me qendru me vazhdu, po vetëm ky fakt që nuk kam dashur me u largua, pra është stërgjat deri në atë kohë që vërtet vendosa të vi. Pra ashtu siç vendosa të vi, nuk është të thonë se nuk do të vendoset të kthehet dikush. Dhe duhet t'i kem parasysh, duhet t'i kem kujdes. E di se ka fillon një fenomen i shitjes, po dhe ky fenomen i shitjes nuk ka shtella që mirë për faktin se aty vinë, domethënë, popullati jo shqiptare, dhe populata jo shqiptare ndryshon demografin e Malësisë dhe ai ndryshim neve na ndikon shumë negativ. Domethënë kjo është gjë shumë e dobët, shumë e keqe. Dhe mendoj që edhe në këtë pikë duhet ta kem parasysh. Është shumë e lehtë, domethënë, ta shesim tokën e të parëve tonë, sepse kanë fituar ata, por ama nëse e shesim, duhet dim se ku ja shesim, mos ta sjellim, siç thot ajo fjala, mos ta sjellim ujkun në borr të shtëpisë tonë. Doktor, ju jeni një analist i mirë edhe njohës i përkryer i
as zonës së komunës Tuzit dhe të politikës ndoshta globale të Malit Zi se jeni rritur, por dhe mbani kontakte aktualisht. Duke marrë parasysh lëvizjet demografike, por edhe më brenda dhe vetë Malit Zi, por edhe lëvizjet jashtë në emigracion ose në vendet tjera, por edhe lëvizjet politike. Në zgjedhjet e ardhshme që do të vinë për komunën e Tuzit, ju mendoni se do të jetë në raportet që kanë qenë në zgjedhjet e kaluara, apo duhet të bëjnë kujdes, a duhet të punojmë qyshtash për zgjedhjet për atë periudhë, për atë kohë? Mendoj se duhet të jetë edhe domethënë ky vit që kemi 2026 është vit edhe provë për ta, që kanë rastin dhe mundësinë të punojnë akoma më mirë dhe të jenë bindës edhe për votuesit atje, por normalisht të jenë edhe bindës akoma edhe për diasporën këtu. Unë personalisht jam i mendimit se edhe nëse do shta mba ndonjë ndryshim mes partish, unë jam i mendimit 100% që pushtetin në komunën e Tuzit duhet të jenë shqiptarët me dëmas. Jo duhet të jenë, ne po flasim a është mundësia që të jenë? Po duhet të bajmë çmos që të jenë, pra ata duhet të punojnë ditën atë, që sot duhet të bajnë çmos, që sot duhet të punojnë me elektoratin, me realizimin e projekteve, me fillimin e projekteve, me punën e projekteve që janë filluar, ndoshta nuk janë përfunduar, domethënë ata edhe fatmirësisht sot kanë një buxhet historik që është 12.895.072 euro, që faktikisht për komunën e Tuzit është i mjaftuar, nuk flas i mjaftueshëm, por është modest, se i mjaftueshëm nuk është asnjë, por modest, dhe jo vetëm përveç asaj, pra duhet të qasen shumë më afër, të jenë shumë më afër votuesit, duhet të komunikojnë, pra leta ndërprejnë atë retoriken e politikanëve shqiptar. Politikanë shqiptar duken tek votuesi një muaj para votimeve, dhe ku janë për këta 4 vjet. Unë mendoj që politikanë gjithsesht pushtetarët në komunën e Tuzit, të thomë sinqerisht, unë kam një bindje pozitive që kanë një energji shumë pozitive. Por atë energji pozitive duhet ta ndajnë akoma dhe ma shumë edhe tek ata që ndoshta nuk i duan, edhe tek ata që ndoshta janë të pabinshëm, sepse bashkëpunimi më i thellë edhe me qytetarët, si mrena në Malësi, si jashtë, flas kur në diasporë, krijon një lidhje, dhe ajo lidhje krijon besueshmëri. Dhe kur krijon një besueshmëri, domethënë ti faktikisht ndihesh më i lirë dhe më mirë edhe si pushtet, po edhe si politikan. Pra ata duhet të vishën punës, dhe besoj që do ta kemi edhe një fitore tjetër në vitin 2027 pra shqiptar. Nuk kam listë emrash ose personash, por me do mos të jenë shqiptar, sepse të ka lezet shpirti edhe kënaqësi, kur shkon aty, domethënë ti komunikon shqip, edhe e ndjen një frym shqip. Pavarësisht se i kanë akoma disa, për një arsye ose tjetër aty në administratë që i mbajnë, që ndoshta edhe nuk duan me folë shqip, që me ligj malezes, domethënë për të punësuar aty duhet dish 2 gjuhë, edhe malezezën edhe shqipen. Dhe në qovë se dikush bisedon shqip, ti duhet flash shqip. Unë kisha një gjys aksidentit vitin e kaluar, shkova të në komunë, edhe po nifja unë atë person. Ai personi ka kënë si generate imja, por është marrë kështu me komunë, flas në ato sportelet. Edhe unë i drejtohem shqip, aje më drejtohet në gjuhën slave. Thash vetë, po thash, a nuk mërvesh thom shqip, thom, edhe e thiri me emen. Jo, tha, nuk e kuptoj, thash, thom, ti ke, thom, i punësum, thom, ilegalisht, thom, se ti, thom, me liqë, thom, ti duash, ditë, u zgjua, u quan nga karriga, u largu ati, nese doli një tjetër, jo, thom, nuk kam nevoj, unë me bisedo me ty, unë do me bisedo se kjo është zyrtar këto, edhe këtë duhet flasin gjuhën shqipe, për ndryshe, do më dha kënë ka i punësuar ilegalisht. Edhe ba pak ajo punë, pra këto çështje neve duhet t'i pastrojmë, edhe ata duhet t'i pastrojmë, pavarësisht se sa shok janë me njërin në tjetrin,
të lutem zotëri, ti bën këtë punë, ti bën këtë punë, ti nuk mund t'jesh para një popullit ose në qoftë se me ligj, nëse vjen nana ime nuk e flegjojnë malazez ose halla ose tezi ose jotja tjerë, ato nuk flasin shqip, ato duhet trajtohen tamam si shqiptare, ta flas gjuhën që ato flasin. Marr ajo punë. Pra neve jemi në Amerikë, për shembull, hym testet për grahit makinës ose tjera, ose shkon në spital, automatikisht në gjuhë e flet, automatikisht gjinen aty. E jo aty të rrinë një person krejt ditën, për shembull, një arrogancë aq të madhe. Nëse këto janë ndoshta imësina, por nëse nuk thellohesh në imësina, edhe pushtetarë që janë sot, edhe politikan, imësinat janë ato që shkaktojnë probleme më të madh. Pra njeriu nuk bati smur, po supozojmë 100%, ajo smundje ka filluar me kohën, deri në momentin që është e bamalla. Edhe shpresoj që këta do thirrin, domethënë pak a shumë mendjes në këtë pikë që duhet fillojnë të angazhohen, që sot dhe të krijojnë një lidhje shumë të fortë, bashkëpunimi edhe me diasporën, ku besoj se me 2017 do jemi atje përsëri. Megjithëse unë nuk kam llaç fat kur shkoj atje me votua, ka 3 ditë cilët herët jo po borë, jo po aeroplani, jo po neknena, edhe mbrej mas që mbyllet votimet. Po mirë, doktor, unë të falenderoj shumë për prezencën në këtë emision, për gjitha informacionet solle, për sugjerimet, këshillat, që ju paraqitet, me shpresë që edhe të ftuar të tjerë të sjellin eksperiencën e tyre, të sjellin, është e nevojshme që duke folur për këtë periudhë 8 vjeçare, është mirë që të përmirësojmë gjërat për 2027. Ky është edhe qëllimi i emisioneve tona, që të ketë një vazhdimsi e të bëhet e përhershme komuna e Tuzit, shtëpia e shqiptarëve, siç është në realitet, siç e ka lënë Zoti, ashtu ta administrojnë vetë. Falenderoj juve, Allah vërtet e falenderoj për kohën, kjo është një temë jashtëzakonisht e mirë, dhe besoj se edhe ata do të ndihen, domethënë mirë, dhe do të përjetojnë këtë thirrje shoqërore, vllazërore, vetëm për përmirësimet e duhura për të arritur suksesin në vitin 2027. Dhe besoj do të ndinë për njerëz që ndoshta e kanë pas planifikuar të fillojnë në shtator ose tetor, dhe kështu mund t'ja fillojnë që në janar të përgatiten për zgjedhjet që do vinë. Faleminderit. Të falenderoj, shikues nderuar, ju falenderoj ju në emrin tim dhe në emrin e doktor Antonit për vëmendjen dhe mirupafshim me një të ftuar tjetër në emisionin Diaspora Shqiptare dhe Vendlindja për tematika, për çështje të cilat mendojmë të japim mendimet tona që të zhvillohen dhe të drejtohen dhe të bëhen më mirë. Deri atëherë, mirupafshim.